Besimtarët ortodoks që ndjekin kalendarin julian sot festojnë Krishtlindjet, kujtimin e lindjes së Jezu Krishtit, një nga festat më domethënëse dhe të gëzueshme të krishterë. Besimtarët tradicionalisht përshëndesin Krishtlindjen, paqja e Zotit, Krishti lindi, ai vërtet lindi. Festimi filloi me liturgjinë e mesnatës dhe liturgjinë në manastirin e Graçanisës së Shërbeu. Mitropoliti Teodosia i Rashko Prizrenit me klerin e dioqezës para një numri të madh besimtarësh. Prifti Darko Marinković, duke lexuar mesazhin e Krishtlindjeve të patriarkut Porfirie, bëri thirrje për kapërcimin e përçarjeve, sepse siç thoi ai, ne jemi të nevojshëm për njëri tjetrin. Kisha Shën Dimitriës në Mitrovicën e Veriut këtë mëngjes ishte shumë e vogël për të pritur të gjithë besimtarët që donin të merrnin pjesë në liturgjinë e Krishtlindjeve dhe të merrnin pjesë me rastin e njërës prej festave më të gëzueshme të krishterë. Liturgjia u shërbye nga kryeprifti Dalibor Lazić, shoqëruar nga kleri i tempullit. Në predikimin e tij, Lazić tha se gëzimi që sipas Ungjillit ndjejnë barit kur dëgjuan për herë të parë lajmin e lindjes së shpëtimtarit, duhet të hyjë në zemrat e besimtarëve. Gjatë liturgjisë u lexua edhe mesazhi i Krishtlindjeve i patriarkut Serb Porfirie në kishën e Shën Dimitriës. Shërbesa e liturgjisë është planifikuar për ditën e dytë të Krishtlindjeve në festën e ngjitjes së Virgjëresës së bekuar. Liturgjia me rastin e festës më të gëzueshme të krishterë Krishtlindjet u shërbye në kishën e Shën Nikollës në Prishtinë. Prifti Stanisha Arsić u tha besimtarëve se qëllimi i jetës nuk është fetimi i pasurisë toksore, por pasuria shpirtërore. Në liturgjinë e kishën e Shën Nikollës morën pjesë të zhvendosurit nga Prishtina ata që ende jetojnë në atë qytet, si dhe banorët e qyteteve përreth. Në predikimin e tij, prifti i Prishtinës Stanisha Arsić tha se jetojmë në një kohë të vështirë dhe jemi të thirrur që të qëndrojmë në kufijtë e besimit tonë. Festa më e gëzueshme krishterë Krishtlindjet u shunua në një liturgji të mëngjesit në kishën e Shën Vasilit Ostroshki në Leposavić, në të cilën morën pjesë në numër i madh besimtarësh, dhe atë rast u lexua mesazhi i Krishtlindjeve i patriarkut Serb Porfirie. Pastaj pati ndarja tradicionale e ëmbëlsirës, e cila u prit me gëzim të veçantë nga më të vegjëlit. Monedhën e argjend i shkoi 8-vjeçarit Mihajlo Milojević nga Leposavići, i cili tha se lumturinë që i solli monedha argjend do ta ndajë me familjen e tij. Në liturgjinë e mesnatës në Graçanisë mori pjesë edhe ndihmës drejtoresha e zyres për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić, e cila deklaroi se drita është më e fortë aty ku është më vështirë. Heshtja lut se çdo serbi në Kosovë dhe Metohi gjatë kësaj jave festive është më e fortë se çdo dhimbje dhe çdo padrejtësi. Ky tubim liturgjik ripërtrin rikthen forcën dhe shpresën tonë me një mesazh të qartë se e ardhmja e asnjë serbi të Kosovës dhe as paraardhësve tonë e as e jona nuk është mbështetur kurrë në urrëtie, forcë, frikë, por në dashuri, besim, unitet dhe këmbgulje, tha Milena Parlić. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani uroi të gjithë qytetarët e besimit ortodoks Krishtlindjet dhe uroi atyre shëndet dhe mirëqenie. Kjo festë qofte burim, paqe, harmonie dhe dashurie në çdo familje për të gjithë qytetarët e besimit ortodoks, duke bashkuar zemrat, duke forcuar mirëkuptimin dhe duke sjellë shpresë për ditët më të mira. Shkroi Osmani në Facebook. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti uroi serbët në Kosovë Krishtlindjet dhe uroi që festa t'u sjellë atyre dashuri, mirëqenie dhe begati. Kjo është ditë e bekuar, ju sjell dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet tuaja, shkroi Kurti në Facebook. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi se brenda 2 ditëve gjatë të hënës dhe të martës ranë mesatërisht 43 mm shi për metër katror, kështu që rreshtet e dendura të shiut rritën nivelin e lumejve dhe shkaktuan përmbytje në disa komuna të Kosovës. Më të prekurat ishin Fush Kosova, Glogovci, Malisheva, Rahoveci, Klina, Mitrovica, Vushtria, Skenderaj dhe Gjakova. Fillimi i gjysmëvjetorit të dytë në shkollat në Kosovë është hyrë për 12 janar.
Instituti Hidrometeorologjik i Republikës së Serbisë ka lëshuar një paralajmërim për shi të ngrirë borë gjatë ditës dhe mbrëmjes. Pritet rreshje të dendura bore në disa pjesë të Serbisë me një rritje të lartësisë së mbulesës së borës me 10 deri në 15 cm. Temperatura më e ulët do të jetë nga -8 deri në -2, kurse ajo më e larta ditore nga -4 deri në 0 gradë Celsius.